Të nderuar të shikues, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë edicion të emisionit ton Bashkimi Evropian dhe ne. Sonte do të flasim për Gen Z në Ballkanin Perëndimor, një brez që shpesh përmendet si shpresë e së ardhmes, por shumë më rrallë dëgjohet në thellësi. Si e sheh ky brez demokracinë, politikën, institucionet dhe Bashkimin Evropian? Dhe në çfarë bote po hyn sot ai? Një botë me pasiguri të reja, me transformime teknologjike dhe me kërkesa të reja për shtetin dhe shoqërinë. Për këto tema sonte bisedoj me doktor Lura Pollozhanin dhe Genca Lihin. Do të lidhemi fillimisht me doktor Lura Pollozhanin, hulumtuese një studimi tani më i cili u publikua në Gen Z Kitchen Festival në Bruxelles. Dhe kishte të dhëna mjaft interesante. Lura, mirë se erdhe dhe faleminderit që pranove ftesën të jesh sonte me ne. Shumë faleminderit juve, është kënaqësi edhe më vjen keq që nuk jam aty me juve në studio, po gëzohem që mund të bisedojmë edhe kështu. Shpresoj se do të kemi së shpejti me tema të tjera, pasi që kemi mjaft për çka të bisedojmë. Por tani do të fokusohemi në këtë brezin e së ardhmes, të cilin vazhdimisht e komentojmë si një shpresë e së ardhmes, por fatkeqësisht në bazë të shumë hulumtimeve dhe hulumtimit të cilin gjetjet nga hulumtimi juaj pash se shumë pak dëgjohet, shumë pak siguri dhe shumë na thuaj pak më shumë çfarë ka bërë, domethënë, përfaqësimin e këtij brezi kaq të pasigurt në pjesën tonë të Ballkanit Perëndimor, të themi. Siç the dhe ti, Gen Z është gjenerata jo vetëm e ardhshme, por edhe e tashme, në aspektin që në studim kemi pasur respondent që nga mosha 16 deri në moshën 28 vjet. Gen Z janë nga mosha 14, por ne nuk I kemi kyçur 14 deri 16 vjet në studim, më shumë për arsye etike, edhe praktike. Nuk mendonim që aq të ri do donin të përgjigjeshin në pyetje për politikë, që është fair. Dhe ideja ishte të shohim, domethënë, nëse Gen Z në Ballkan si e shef Gen Z në Ballkan të ardhmen e vet. A është gjenerat ndryshe, çfarë lloj gjenerate është, çfarë mund të presim prej tyre. Studimi ka më shumë se 6.000 pyetësor, ka përmbushur më shumë se 6.000 pyetësor në gjithë Ballkanin, është I financuar nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur në Ballkanin Perëndimor. Ajo që kemi gjetur nuk është ndoshta aq shumë pasiguria, është më shumë kontradikta. Mendoj që kjo është një gjenerat pak kontradiktore, kemi disa të dhëna që ndonjëherë nuk përputhen njëra me tjetrën, po pastaj kur e shohim kontekstin më gjerë dhe I shohim zhvillimet politike që ato janë të pasigurta, ato si rrjedhojnë ndoshta krijojnë një kontradikt në aspektin e asaj që presin Gen Z-a, edhe në aspektin politik, edhe në atë shoqëror, edhe në atë personal. Në aspektin politik kemi parë që kjo është një gjenerat që është e përkushtuar ndaj demokracisë, por nga ana tjetër nuk shpreh shumë interes për politikë. Do të votoj, ka qëllim të votoj, por jo të angazhohet në parti politike thellësisht. Domethënë ka një hendek, ka një mungesë të përkthimit të besimeve në veprime. Pastaj është edhe kontradikta në aspektin personal, që është një gjenerat që I shef gjërat shumë pozitive në aspektin që ka shpresë për të ardhmen, edhe ka një optimizëm, gjithashtu është një gjenerat e lumtur, sepse I kemi pyetur po ashtu nëse ndihen të lumtur. Por nga ana tjetër, kur kemi bërë edhe focus group diskusionet, sepse kemi edhe 19 focus group diskusionet që I kemi bërë si pjesë e studimit, e kemi parë që, sepse kur I shef të dhënat, edhe kjo mungesa interesit në angazhim, edhe ky optimizmi mund thuhet sikur ndoshta nuk kanë informata sa duhet, por në fakt kjo është një gjenerat e informuar mirë, siç e kemi parë në focus grupe, por që
ndoshta për shkak të disiluzionit ndaj ose mungesës të përmbushjes të disa iluzioneve ose shpresave, i ka quar që ndoshta të mos angazhohen, por janë të informuar. Mungesa është në përkthimin e informimit në vepër. Përmende shumë pika mjaft interesante, duke filluar nga hendekut e cilin e kanë dhe në pjesën e pikave të informimit, se sa të informuar janë ata, ne vazhdimisht i shohim që janë në hap me teknologji, ndoshta edhe paranesh si gjenerata, flas për vete, por kur përmende këtë hendekun tradicional, do të thënë punën e angazhimit të tyre përgjithësisë, a është kjo ndoshta edhe mungesë e ndoshta iniciativave institucionale brenda Ballkanit Perëndimor, a e shohin Bashkimin Evropian si vlerë, si shtys për të kyçur ndoshta në aktivitete? Mendoj që absolutisht ka një mungesë të ofertave ose të mundësive të angazhimit. Në këtë aspekt, për shembull, i kemi pyetur se a kanë po ashtu a ndjejnë që kanë influencë në politikë, edhe a ndjejnë që interesat e tyre janë mirë të përfaqësuara në politikë. Në të dyja pyetjet, shumica besojnë që jo, edhe nuk janë mirë të përfaqësuar, po edhe nuk kanë influencë në politikë. Bile kemi parë një korrelim, një lidhje pozitive mes mungesës të influencës dhe mungesës të interesit në politikë. Domethënë, për shkak se nuk e shohin veten si me ndikim, si rezultat edhe nuk përfshihen. Këtu mendoj që gjithashtu kishte për shembull raste në focus group diskusione që flitnin për do me thënë ndonjë kohë kur janë angazhuar ose në parti, ose në komunë, ose në ndonjë aktivitet tjetër, edhe kam parë që nuk ka rezultat kjo. Kështu që kjo është edhe një thirrje, mendoj, drejt institucioneve që t'i marrin pak më seriozisht iniciativat e të rive kur ata mundohen të angazhohen, ndoshta ka ndonjë politikë që nuk mund të përmpushet, por në të njëjtën kohë duhet të gjejnë mënyra ndoshta tjera për t'i angazhuar. Nga ana tjetër këtu është edhe një mesazh ndoshta për gjeneratën Z në aspektin që nuk duhet gjithmonë të presim që të hapen mundësit, ndonjëherë duhet ose t'i krijojmë vetë, ose t'i hapim mundësit. Do me thënë nëpërmjet kritikës, nëpërmjet angazhimit jo vetëm politik, po edhe shoqëror, mendoj që kjo është një mënyrë që edhe Gen Z, nuk them që është vetëm përgjegjësia atyre, mendoj që përgjegjësia është e ndarë, por mendoj që ka mungesë edhe të mundësive, por edhe të një qasje më proaktive në angazhim. Përsa i përket BE-s, kjo une në raport e kam quajtur këtë gjenerata e BE-s, sepse ndoshta kjo do ishte gjenerata e parë ose gjenerata që do na çonte drejt BE-s në aspektin institucional, janë kjo gjeneratë që do jetë pjesë e institucioneve kur do mbrim në Bashkimin Evropian. Gjithashtu, siç e kam parë unë, është një gjeneratë që e shef Bashkimin Evropian ndryshe. Për shembull, bënin pyetje shumë më kritike ndaj asaj se çfarë do të thotë aderimi në Bashkimin Evropian. Gjëra që mendoj me gjeneratat e mahershme, si për shembull me gjeneratën time, nuk kanë qenë në të njëjtin nivel. Për shembull, gjenerata ime që do ishin millennials, kam pasur pak më shumë këtë perspektivën e syzeve të pembe kur e shohin Bashkimin Evropian si diçka që duam patjetër të aderojmë, edhe kemi bërë ndoshta pak më pak pyetje se çfarë do nënkuptonte ky aderim, kurse me gjeneratën Z e shohim që ata po bëjnë pyetjet e duhura. Gjithashtu është një gjeneratë që e shef që në nivelin domestik, do me thënë në nivelin shtetëror të gjitha shteteve të Ballkanit Perëndimor, ka një mungesë të reformave të duhura dhe shohin që asnjëra nga shtetet nuk janë domosdoshmërisht të gatshme për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian në këtë moment. Kështu që une zakonisht kam qef ta përmendi këtë fakt, sepse mendoj ndonjëherë kur i shohim të dhënat për mbështetjen për Bashkimin Evropian, ndonjëherë i shohim për shembull numrat që bien, edhe pse në këtë studim kanë dalur
të dhënat që ka një mbështetje shumicë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, por prap mund të vret të numra ndoshta nuk janë aq të larta sa I kemi pritur në disa shtete. Por shumë shpesh e shihnim nga focus grupet që ky numër më I vogël I mbështetjes ndaj Bashkimit Evropian nuk ishte domosdoshmërisht I lidhur me Bashkimin Evropian, por I lidhur me faktin që Gen Z-a e konsideronte që elitat politike që janë tani në pushtet në shtetet e ndryshme të Bashkimit të Ballkanit Perëndimor, por edhe institucionet si dhe niveli I reformave thjesht nuk është në nivel të duhur për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Kështu që e kemi një gjenerat, besoj unë, që do mbështeste reforma, ndonjëherë ndoshta edhe reforma të vështira, për aderim në Bashkimin Evropian, sepse e sheh që ka nevojë. Ky do të ishte edhe mesazhi me siguri I brezit të ardhshëm për elitat politike, sipas asaj rezultateve të hulumtimit. Sa më shumë të dëgjohet apo ta rikthejmë ndoshta edhe zërin kritik për t'i parë gjërat pak nga një kënd vështrim më I pastërt dhe t'i shohim në mënyrë realiste. Se si, gjeneratet e reja, po në bazë të kësaj që thua, gjenerata e re vetëm tani ndoshta është pasive në aksion, por ka një përmbledhje informacionesh dhe dëshiron që gjërat ti shtjellon në thellësi dhe të bindet për vlerat të cilat ja ofron qoftë shteti në të cilin jeton dhe qoftë vendi apo të themi, dhe me thënë kjo geografikisht të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, por ata ndoshta duan mirëqenie. A I shohin kufid, do me thënë, sikur ndarje, a e shohin aspektin etnik, do me thënë, sikur që plasohet në politika ditore, a I shohin si pengesat të cilat mund të na shohin më tutje, apo thjesht ata ka një vizion tjetër për të ardhmen e vendeve tona? Po, aspekti etnik nuk ka dalë aq I fort sa kemi pritur. Natyrisht që është pjesë për shembull në focus group diskusione, është pjesë e diskutimit dhe debatit, por nuk është aq e fort. Kemi pasur një pyetje që në fillim më ka bërë ku flasim për identitetin nacional ose nacional jo shtetëror, dhe aty do më thënë se a duhet të mbahet identiteti nacional vis-a-vis ndryshimeve të mëdha të globalizimit, edhe këtu kemi një dakordim në shumicë me këtë deklarat, por nga ana tjetër kur I kemi bërë focus group diskusionet e kemi parë që ndoshta ky besim në identitetet nacionale nuk do më thënë pa tjetër nacionalizëm, për ndoshta edhe një lloj patriotizmi. Gen Z-a është një gjenerat që predominon dëshira për të qëndruar në shtetet ku ata janë, përkundër narrativave për shembull që po ashtu ekzistojnë. Nuk është pyetja që a dëshirojnë apo nuk dëshirojnë të ikin, ata dëshirojnë të rrinë, por ikin për arsye tjera, kështu që është një patriotizëm I lidhur me shtetet që I kanë. Natyrisht ka disa diferenca, për shembull mes etnive, për shembull e kemi parë që diskriminimi vis-a-vis komunitetit rom është diçka që është akoma një konstant në krejt rajonin, gjë që nuk kemi parapar që të jetë kaq e fuqishme akoma, sidomos përkundër politikave që janë marrë për avancimin edhe integrimin e komunitetit rom në shtetet e ndryshme. Pastaj kemi parë për shembull mes shteteve, për shembull Serbia me Shqipërinë, kam përmendur që mund të kenë animositet shkaku I luftës me Kosovën, në Kosovë gjithashtu ka qenë ky aspekti, por çfarë më ka lënë përshtypje në focus group diskusionet është shumica Gen Z dakordohen për nevojën e drejtësisë tranzicionale në këto raste. Do më thënë te kalimin e dhimbjeve dhe
kujtimeve të së kaluarës, por nëpërmjet drejtësisë tranzicionale, domethënë jo një hedhje batanies për t'i mshefur këto gjërat të kaluarës, por në fakt një angazhim më i drejtë për drejtë dhe më i drejtë me këto tema. Për nga aspekti rajonal, kemi parë për shembull që ka një limit. Edhe ky limit është më shumë gjuhësor edhe ndoshta religjioz. Për shembull, një njeri nga Malizi ka më shumë të ngjarë të ketë udhëtuar në Serbi dhe në Bosnjë, le të themi, por jo aq shumë të ketë udhëtuar në Shqipëri ose në Kosovë. Një njeri nga Kosova ka udhëtuar ndoshta më shumë në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut, por jo në Bosnjë, edhe pse një njeri nga Kosova nuk mund të udhëtojë lehtë në Bosnjë, por për shembull në Maltëzi ose po ashtu në Serbi. Kështu që janë këto limitet edhe institucionale në aspektin kosovarët që kanë nevojë për viza për të udhëtuar në Bosnjë akoma, kurse janë edhe këto limitet e gjuhës, afërsisë gjuhësore dhe kulturore, po në përgjithësi në fokus grupe kemi parë që perceptimi mes Gen Z-s është që ka shumë gjëra të ndara, domethënë të ndara në aspektin e shared, që i ndajmë bashkë, që i kemi të ngjajshme, nuk dallojmë aq shumë njëri nga tjetri, edhe kjo mendoj që ka qenë një gjetje pozitive. Lura, edhe një pyetje para se të ndahemi, ndoshta duheshte në fillim, por tash në fund sa e ndjejnë të nevojshme, do me thënë edhe gjenerata që ishin të pranishëm, të rinë që ishin të pranishëm fizikisht, por edhe nga hulumtimi që keni bërë, sa e ndjejnë të nevojshme që të ketë sa më shumë iniciativa, qoftë nga organizatat jo qeveritare, duke marrë parasysh se ti e njeh shumë mirë edhe rrethin tonë, edhe Maqedoninë e Veriut, po ashtu edhe Kosovën, do me thënë edhe vendet tjera të Ballkanit, sepse ke punuar në shumë nga ato, duke njohur këtë natyrë të rinjve në vendet të ndryshme, sa mendon që duhet edhe organizatat të aktivizohen për t'i kyçur të rinj në këtë drejtim dhe çka presin ata, jo vetëm nga institucionet, por ndoshta edhe nga sektori civil? Mendoj që për shembull në aspektin e çka presin nga institucionet, dy nga çështjet më kryesore për gjeneratën janë ose tre, është arsimi, punësimi edhe shëndetësia. Kështu që këto janë tre fusha në të cilat institucionet edhe administratat e Ballkanit Perëndimor, e çdo shteti duhet të fokusohen me më shumë zell. Kur bie fjala për organizime evente, këtu ndoshta është më shumë një gjetje kështu reflektive, sepse unë si pjesë e gjeneratës millennial, që po ashtu kemi qenë pjesë e asaj gjenerate që kemi qenë mes gjimnazit edhe fakultetit në kohën pas luftave, për shembull pas 2001-shit, pas luftës në Kosovë e tjerë, kemi pasur benefit që kemi qenë pjesë e shumë trajnimeve edhe shumë eventeve, shumë aktiviteteve për paçëndërtim, për të drejtat e njerëzit, për aktivizëm, edhe tashi për shembull unë e shoh që mungojnë këto lloj fondesh, edhe për shkak se për shembull organizata si USAID më nuk jep donacione, por edhe donatorë tjerë kanë zvogluar donacionet për shembull, jo gjithë, po një shumicë e madhe, sepse konsiderohet sikur Ballkani Perëndimor tashi është në paqe, kështu që s'ka nevojë për kështu gjërash, por këto tema janë tema të rëndësishme pa marrë parasysh. Unë e shoh për shembull edhe kur flas ndonjëherë me student, kur i flasin këto temat të kaluarës, shpesh herë e shoh një rezistencë ndoshta ose një qasje ndryshe kundrejt temave si të drejtat e njerëzit ose të drejtat e grave, sepse mendoj që nuk kanë pasur atë privilegj që kemi pasur neve për të qenë pjesë e programeve dhe arsimeve jo formale të ndryshme që na ka dhënë një pasqyrë më të gjerë për këto tema që sistemi shkollor nuk i jep ose nuk i jep mjaftueshëm. Këto janë disa rezultate dhe gjetje mjaft të rëndësishme për ne si mesazh për elitën politike, për sektorin jo qeveritar dhe për të gjithë ata që e duan të mirën e vendit tonë. Faleminderit dhe shpresoj të kemi së shpejti në studio. Faleminderit juve, ishte kënaqësi dhe për gjithë ata që duan më shumë detaje,
publikimi është online edhe mund ta gjejnë edhe aty ka shumë më shumë të dhëna se sa që mund të shpalos sot. Faleminderit. Ndërsa të nderuar, pra nëse me Lura Pollozhanin, unë dalëm të mënyra si Gen Z e lexon demokracinë, politikën, institucionet dhe Bashkimin Evropian, tani po e qojmë këtë bisedë një hap më tej, sepse pyetja nuk është vetëm si mendon ky brez, por edhe në çfarë bote po hyn ai sot. Një botë me pasiguri të reja, me transformime teknologjike të shpejta dhe me sfida të reja për institucionet dhe shoqërinë. Pikërisht për këtë dimension të dytë të bisedës, na bashkohet në studio Gent Salihu. Të emrova pak më herët, rikthehemi në studio dhe në studio kam Gent Salihi. Genti është ekspert i çështjeve të sigurisë apo politikave të Bashkimit Evropian, gjithashtu edhe ambasador i ri i cili na përfaqëson në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Gent, mirë se erdhe. Faleminderit Nora për ftesën, është vërtet kënaqësi të jem në emisionin juaj. Tani, sa po përfunduam bisedën me Dr. Lura Pollozhanin, ishte ulëmtuese e një publikimi i cili u publikua dhe u prezentua para në Gen Z Kitchen Festival në Bruxelles. Pam aspektin e asaj se cilat janë rezultatet e asaj gjetje, por neve do të kthehemi tek nga këndvështrimi ku jemi në tokë dhe këtu ku qëndrojmë. Çfarë mendoni për sigurinë e kësaj gjenerate, apo pasigurinë e tyre për të qëndruar në vend, apo për të kontribuar për këtë vend? Fiks më ka rastis të ashat hulumtim që sa për prezentoj një pjesë të saj dhe Lura dhe i përshëndes për punën e shkëlqyer që e kam bërë. Në lidhja me brezin e ri, unë do të quaj brezi i ri dhe jo Gen Z, pasi që në brezin e ri unë këtu i fus edhe më shumë gjenerata, jo vetëm ajo pjesa e Gen Z-s. Mendoj Nora që brezi i ri ka potencial tek neve, ka mundësi më shumë se asnjëherë më parë, mirë po brezi i ri po hym edhe në një botë shumë më të pasigurt. Kur e them këtë më të pasigurt, është faktike, e gjithë ky realitet që po jetojmë, po hasim në kriza të ndryshme, si pandemia, luftrat, globalizmi, polarizimi politik, kriza energjetike e të tjera dhe ndryshimet klimatike mos t'i harrojmë, të cilat ndikojnë në jetën tonë. Kur e them këtë, them që po, ka mundësi më shumë, mirë po jemi në një botë shumë më të pasigurt. Pozitivja e kësaj është që të rinjt në ditën e sodit janë më fleksibël dhe janë më të adaptueshëm për ndryshime, gjë pozitive, mirë po pasiguria mbetet si një prej problemeve kyçe që hasim ne si brez i ri. Lura përmendi një fakt shumë të rëndësishëm i cili më mbeti, të më thënë duke parë edhe gjeneratët, ndoshta edhe gjenerat pas gjenerate, edhe në rrethin tonë familjar, se si rriten fëmijët, apo ndryshojnë gjenerata, si që përmenda, nuk duhet vetëm të fokusohemi tek Gen Z, por tek brezi i ri, i cili është shpresa e së ardhmes tonë. Sa ka ndikuar, të më thënë, teknologjia, informimi, dezinformimi, në dekurajimin apo stimulimin e tyre për qenë pjesë e politikave? Revolucioni teknologjik këto vitet e fundit ka dhënë një shtys të madhe që çdo person, çdo njeri, sidomos brezi i ri, ka akses në informacion, edhe atë ekspres, duke i pas parasysh tash edhe këto inteligjencën artificiale. Mirë po, gjëja negative e kësaj është që na bën neve si njerëz, dhe sidomos si brezi i ri, më të ekspozuar ndaj dezinformimit. Kam pas edhe para disa ditësh e lexova edhe kolumnën tuaj në lidhje me dezinformimin, edhe pikërisht jemi në një linjë që dezinformimi në ditën e sodit është një prej gjërave që nuk mundesh ta parashikosh, mirë po që edhe bën ndryshime të mëdha në shoqëri. Pse e them këtë është sepse brezi i ri janë shumë të ekspozuar ndaj informacionit, por edhe dezinformacionit. Faktikisht neve kemi dezinformacione të shumta ditën e sodit, pasi që jetojmë në një kohë ku të rinj dhe njerëzit nuk kanë kohë, është jetë shumë e shpejt, nuk kanë kohë të lexojnë, të klikojnë në linkun që e shohin, mirë po e lexojnë vetëm titullin.
Ai titull atyre ju jep atë idenë e misinformation apo spreading misinformation si quhet në gjuhën angleze, dhe kështu ajo domethënë rritet. Nga informacioni që e marrin të rinjt, ato që the ti shkon në familje, brez pas brezi dhe krijohet një ide në të cilën është faktikisht pa kurfar bazamenti. Lura e përmendi edhe Hendekun, do me thënë në mes asaj se sa janë të informuar dhe sa janë pasiv. Në ndërmarrjen e aktiviteteve dhe apo përqind pjesë e proceseve. Janë të informuar, mirë po e shokët si pasivitet, sidomos tek të rinjt në Maqedoni po flas. Pa marrë parasysh backgroundin etnik të rinjve tek ne, kemi një nivel të lartë të pasivitetit tek të rinjt. Gjithçka mundohen ta shohin nga prizma e përfitimit, çka do të përfitoj unë nëse e bëj këtë gjë, apo e kundërta. Të rinjt po, kemi shumë, do me thënë, si të rinj, kemi të rinj që janë shumë ambicios, mirë po ambicia duan t'i arrin në atë shortcut, në rrugën më të shkurt. Atë tha edhe Lura, edhe besoj që është edhe në këtë hulumtimin e tyre i bazuar edhe në fakte. Kemi potencial, nuk është që nuk kemi, mirë po na duhet edhe një rini e cila është më e gjallë. Atë rini, për shembull, sot e shohim në Shqipëri, e shohim në Serbi me protestat e ndryshme të studentëve. Tek neve ajo mungon. Kemi pas edhe disa aktivitete, siç janë edhe këto aktivitetet e Unionit të Studentëve në lidhje me provimin e jurisprudencës, që i përgëzoj për gjitha ato aktivitetet që e kanë ndërmarrë, mirë po na duhet ta rrisim zërin më shumë pasi që jemi ata që duhet ta bëjmë ndryshimin në shoqërinë tonë. Shpesh herë neve e shohim rinin edhe temat rinore si pjesë e kampanjave të partive politike edhe të qeverive. Rinis i duhet të jetë pjesë e vendimmarrjeve dhe jo vetëm si pjesë numrimi në ato tavolina. Pse partitë politike nuk japin llogari për shembull kur në programet e tyre, pavarësisht gjatë zgjedhjeve parlamentare apo lokale, kemi në programet e tyre programe për të rinj. Mirë po, a nuk duhet kërkon dikush llogari nga partitë politike për realizimin e të gjitha programeve të cilat kanë të bëjnë me aktivizmin e të rinjve? Është kultura dhe mendësia e vjetër, që nga pavarësia e shtetit tonë nuk besoj se ndonjë parti politike ka dhënë llogari sidomos për programet e tyre gjatë kampanjave dhe pas mbarimit të mandatit të tyre. Atë thash rinia këtu ka shumë ambicie, ka potencial, mirë po mungon ajo pjesa e aktivizmit edhe vetë të rinjt. Nuk është e lehtë të jesh i ri në një shtet ku shpesh herë hasim probleme si në arsimim, në shëndetësi, domethënë kemi pasiguri sociale për të rinjt, andaj edhe ata detyrohen të largohen nga shteti. Mirë po largimin, kur e flas si largim, nuk është në ditë sotit nuk është edhe problem i shtetit, mirë po është problem global, pasi që mungesa jo vetëm ekonomike, mungesa sociale, mungesa e sigurisë shëndetit edhe gjitha tjerat, sidomos edhe ambientit ku jetojmë, na shtyn neve si të rinj të dalim jashtë vendit. Se përket partive politike, të thash është mendësia e vjetër që nuk japin llogari, është shumë e thjeshtë. A thua edhe ky prolongim pasi që merr pjesë në shumë konferenca dhe në debate të shumta me siguri në institucione të larta të Bashkimit Evropian, a thua edhe ky hendek apo kjo pritje ka bërë që ka krijuar një lloj lodhjeje për ndoshta ndryshimin e mendësisë për tu evropianizuar ky popull dhe për ta marrë për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, se ky është një proces. Nuk është vetëm se duhet jemi pjesë e Bashkimit Evropian, duhet ne të evropianizohemi ndoshta për qenë pjesë. Sa jemi të gatshëm? Besoj që mendësinë neve kemi, pasi që edhe prindrit tonë, edhe brezi juaj, edhe brezi më i ri, jemi rrit me frymën e asaj që idea jone vetme dhe rruga jone vetme është Bashkimi Evropian. Jo vetëm në aspektin deklarativ, mirë po edhe në aspektin e vlerave të cilat neve i kemi të njëjta me popujt evropian.
Kemi lodhësi në aspektin politik, po, pasi që jemi 20 vite duke prit që nga statusi i marrjes së kandidatit nga 2005 deri tani, më shumë bile se 20 vite. Kemi lodhje politike, mirë po këto duhet të jenë të rinjt, brezi i prindëve tonë, ata që janë shtysa, që duhet të na shtyjnë edhe më tepër të mos i humbasim shpresat, pasi që rrugë tjetër nuk kemi, unë besoj, si ardhmëri. Në anën e aspektit të sigurisë, kemi edhe këtu mendësi të vjetër. Kur flasim për siguri, shpesh herë neve mendojmë vetëm për ushtrin edhe policin. Mirë po, siguria ka të bëjë me vetë njeriu, është siguria humane, është siguria e informacionit, është siguria digitale, është siguria e çdo gjëje neve që bëjmë. Në këtë aspekt neve mund ta marrim edhe si shembull edhe tragjedinë e Koçanit, e cila ka të bëjë me sigurinë. Humbjen e jetëve të shumë personave, me tragjedinë e shumë autobuseve të tjerë që kanë hasë në fatalitet faktikisht. Prap kthehem të ajo që thash, rinia, po, brezi i ri është duke jetu në një kohë shumë të pasigurt, mirë po ana pozitive e kësaj është që na bën neve më fleksibël dhe më të adaptueshëm në gjitha të hapat arshëm që i bëjmë si rini. Më thanë, në ditë sotit është shumë e lehtë të gjesh një punë, edhe tikësh në Itali apo Gjermani, nuk ka qenë kur më e lehtë, mirë po janë edhe nga ata rini që punojnë, kthehen dhe duan të japin gjithçka që munden këtij shtetit. Organizata ku je ka një bashkëpunim të ngushtë me shumë institucione shtetërore të cilat janë mjaft të rëndësishme në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, por edhe në aspektin e sigurisë kur flasim. Në këtë drejtim, a mendon se mungesa e llogaridhënies apo transparencës, besimit në institucione ka bërë që ndoshta edhe të tërhiqen, jo vetëm gjeneratat e reja, por edhe ata që përmende sikur prindërit apo gjenerata që ka kaluar dhe luftrat, periudhat e luftrave, të tërhiqen nga kjo luftë për të vazhduar më tej. Pikërisht, institucionet duhen të jenë sa më transparente, sa më llogaridhënëse, unë këtu do e lidh prap me të rinjtë në institucione. Besoj nga ajo që shoh që institucionet tona janë të ngadalta me krimin dhe implementimin e politikave në ditë të sotit. Duke pas parasysh shpejtësinë e nevojave edhe shpejtësinë e ndryshimeve që ndodhin në shoqëri, institucionet janë gjithmonë një hap apo mos të them më shumë hapa mbrapa. Pse rinia dhe njerëz dekurajohen nga këto institucione dhe nga ky vend është pikërisht kjo që e them unë. Janë të ngadalta me implementimin e reformave, janë të ngadalta me çdo aspekt apo krim të politikave. Kthehemi prap te ajo që thash, të rinj duhen të jenë pjesë e tavolinave ku krijohen dhe implementohen politika. Jo të shfrytëzohen sa për rritjen e numrit apo rritjen e kuotave që ata vetë kanë vendosur. Krimi politikave duhet bëhet në konform kërkesave dhe nevojave të shoqërisë. Institucionet tek neve faktikisht ca janë më transparente, disa nuk janë, mirë po janë të ngadalta. Janë shumë të ngadalta dhe shpresoj që kjo reforma që e kërkon Bashkimi Evropian është pikërisht kjo, të jenë në një hap me kohën dhe ndryshimet që i duhen shoqërisë. Kur i përmende reforma, tash kemi edhe një mbështetje mjaft fuqishme për vendet e Ballkanit Perëndimor, duket një vullnet nga ana e Bashkimit Evropian që Ballkani Perëndimor të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, një intensitet më i madh në fuqizimin e institucioneve. Kemi mjaft ligje të cilat janë implementuar, janë ligje të cilat janë mjaft të bukura në letër, mirë po, mjetësimi i tyre në praktik vazhdimisht e ngecë. Dhe prandaj edhe deklaratat e politikanëve në disa raste ishin kur ne kemi bërë shumë reforma në aspektin drejt Bashkimit Evropian. Por kjo ngecja, ku a është në do me thënë pasigurin, mos pasjen e kapaciteteve institucionale, apo në çka e shihni?
Sigurisht që po, sot neve si shtete apo si kandidat shtet që aspiron drejt Bashkimit Evropian, i gjithë Ballkani Perëndimor e ka edhe këtë mundësinë e planit të rritjes, siç e quhen edhe Bashkimi Evropian, ku është mundësi 6 miliardësh, do të thonë 6 miliardë euro për gjithë Ballkanin Perëndimor, apo 750 milion euro për shtetin ton, të cilat neve ato grante apo hua, pasi që ato ndahen në dy pjesë, i marrim vetëm nëse neve implementojmë reforma. Si që ceke, neve kemi reforma, kemi ligje shumë të mira, kemi ekspertizë që vjen edhe nga jashtë, edhe nga shtetet e ish Jugosllavisë që janë më pjesë e Bashkimit Evropian, si Kroacia edhe Slovenia. Ngecja e implementimit të tyre e shote ajo mendësia edhe mos pasja e kapaciteteve në për institucione. Kemi institucione që punëtorët nuk janë të motivuar që të implementojnë ato, apo edhe nuk e kanë mundësin të implementojnë shkaku i mos pasjes së kapaciteteve dhe ekspertizës. Tash para ca ditëve kisha mundësinë të jem edhe në Bashkimin Evropian, në Komisionin Evropian atje në drejtorim për zgjerim në DG Invest, ku patëm mundësi të bisedojmë në lidhje me TAIEX, është mekanizëm i cili ofron Bashkimi Evropian për shtetet kandidate, por jo vetëm, në dhënien e ekspertizës dhe mundësisë institucioneve tona që të bëjnë study visits në institucionet e Bashkimit Evropian dhe ta kenë mundësinë të shohin in first hand, si që thonë ata, si bëhen ndryshimet dhe si implementohen gjërat. Po thuaj se mundemi mi numrume në gishtat të dorës sa projekte kanë qenë në Maqedoninë e Veriut, krejt kjo shkaku që institucionet tona nuk e kanë kapacitetin të plotësojnë ato aplikime apo formular. E gjitha kjo është me mbështetje të Bashkimit Evropian. Kemi reforma, mirë po reformat në letër janë ato që nuk i kërkon vetëm Bashkimi Evropian, ka të bëjë edhe me vlerat. Vlerat janë shumë të rëndësishme, ashtu institucionale edhe ato të shoqërisë, dhe shpresoj që të rinj do e kenë mundësinë që këto vlera bashkë me mbështetje nga brezi juaj, që ta bëjmë ndryshimin jo vetëm në letër, por edhe në praks. Tani do t'isha ndalur në pjesën e asaj se çfarë ofron Bashkimi Evropian për të rinj, sepse ky pasivizim, ky hendek, ky mos pasja e kapaciteteve institucionale për të stimuluar ndoshta të rinjt, çdo herë Bashkimi Evropian dhe në delegacioni Bashkimit Evropian nëpërmjet Europe House ka pasur lloje të ndryshme të aktiviteteve për të rinjt, të cilat edhe unë i ndjeki, por sa ka interesim nga të rinjt tanë që t'jenë pjesë atyre aktiviteteve vullnetarisht, ndoshta pa kërkuar ndonjë shpërblim. Mendoj që thash edhe më herët ka potencial, rinia tek neve ka potencial. Unë kam shpesh mundësi të takoj edhe shumë të rinj, edhe më të rinj se unë edhe më senior se unë. Kam potencial, kanë ambicia, mirë po çka ofron BEA faktikisht? BEA t'i ofron të gjitha ato që faktikisht shteti tek neve nuk e ka mundësinë financiare t'i ofroj. Bashkimi Evropian gjatë këtyre viteve ka investuar me suma marramendse në transformimin e shoqërisë, edhe të institucioneve. Kemi më shumë se 7 Europe House në territorin e shtetit tonë. Është numri Europe House më i madh se sa në shtetet tjera që janë kandidate. Këtë duhet ta shohim neve si mundësi dhe privilegj. Ato Europe House janë të hapura për të gjithë. Thjesht të duhet një ide, një mbështetje nga institucioni apo shkolla, fakulteti, universiteti nga ku vjen, dhe e ke mundësinë me implementua ato mundësi dhe aktivitete në këto hapësira të përbashkëta, pasi që ato hapësira janë të hapura për të gjithë. Sa i përket pasivizimit, nora i kemi 2 grupe të rinjve në shtetin tonë. Kemi të rinj që e shohin ardhmërinë e tyre nëpërmjet kyçjes së forumeve rinore
të partive politike dhe të rinj të cilët janë të zëshëm, mundohen këtu të dhenë kontributin e tyre, disa prej tyre largohen nga këtu, disa mbesin dhe e vazhdojnë këtë luftën e mbrëmshme të shoqërisë këtu tek neve. Mirë po, nuk e di cila është ajo formula e saktë, e cila do i motivoj edhe më shumë rinin. Është shumë e thjeshtë. Pse i ke në BE, i ke pasi çatja ke siguri ekonomike, siguri sociale, siguri të punës, mirëqenja e tyre. Në fund të ditës atje ke meritokraci, nuk të pyet kush je nga cili grup etnik apo politik vjen. Dhe shumë thjesht nuk je i diskriminuar. Në shoqërinë tonë kemi diskriminim, duke filluar nga backgroundi etnik, politik, gjinor e të tjera. Pa dyshim. Do të kisha dashur edhe një mesazh për të rinj, për mundësitë të cilat jep Bashkimi Evropian krahas kësaj që e përmenda, domethënë si në mënyrë shumë praktike t'ju shpjegojmë atyre se si mund të arrihesh të bëhesh ambasador i ri i Bashkimit Evropian, për shembull, ose të fitosh një program, të jesh pjesë e një programi Erasmus, që është një ndër programet më të forta, më të famshme. Ashtu siç e the, gjëja e parë që më bjen në ndërmend është programi Erasmus. Programi Erasmus është një nga mbështetjet më të mira dhe më inovative që Bashkimi Evropian e jep edhe për studentët edhe rinin tonë. Është program që e kemi edhe në shkollat fillore edhe në universitetet. Kam fillu të njoftoj edhe të rinj, studentë dhe studente shqiptar që janë duke përdor këtë program, edhe inkurajoj sa më shumë të aplikojnë dhe të kenë mundësinë të ikin për një semestër apo dy në universitetet evropiane dhe të kthehen dhe të abin ekspertizën e tyre dhe të shohin se çfarë faktikisht është Bashkimi Evropian të vërtet. Në anën tjetër i kemi edhe mekanizmat e tjerë si Creative Europe, i kemi mekanizmat e tjerë si që janë për Europe Skills, mirë po edhe Europe House në Shkup. Mundësit janë të barabarta dhe të njëjta për të gjithë. Duhet të jemi më aktiv dhe më efektiv, kur e them efektiv të kemi edhe vetë iniciativ, të ndjekim në TikTok, në Instagram apo Facebook, të ndjekim sa më shumë këto faqet të delegacionit të Bashkimit Evropian, por jo vetëm, pas që ki mundësi, thjesht kthimi te kjo ku folëm më herët për informacionin. Jetojmë në një periudhë ku informacioni na zgjedh neve dhe jo neve informacionin. Më thonë kemi informacion me algoritma dhe jo informacion linear siç ka qenë më herët. Kështu që duhet të mundohemi neve vetë të ndryshojmë algoritmat e mediumeve sociale tona, mos të shohim video që nuk kanë impakt në rritjen e mendësisë apo intelektit tonë, mirë po të fokusohemi mirë po te këto informacione ku vërtet mundemi të kemë feedback pozitiv, jo vetëm për ne, por edhe për shoqërinë. Ke punu me të rinj, edhe kjo do t'jetë pyetja e fundit, se kam shumë pyetje, më lindin gjatë bisedës, por do të mundohem ta përmbyll për t'i inkurajuar dhe dekurajuar, po ne jemi për t'i inkurajuar të rinj. Kur e përmende informacionin, sa ndikon një informacion i rem, i cili mund të publikohet për një të ri, që është pjesë e jetës publike, si që shohim të gratë, që kemi pak në jetën publike për shkak të etiketimeve dhe linçimeve, por sa ndikon kjo tek brezat e ri, për shembull, që t'jenë pjesë e jetës publike dhe të tërhiqen? Ekziston ende fatkeqësisht stigma, sidomos në rrjetet sociale, mirë po është shumë e thjeshtë. Është edhe thënie e famshme që thotë thjesht injoroj gjërat negative që gjërat pozitive të vinë në jetë. Duhet të jemi shumë të këmbgullim në atë që besojmë dhe që duam të arrijmë. Inkurajoj të gjithë të rinj dhe sidomos vajzat dhe gratë
të jenë sa më aktive në shoqërinë tonë. Neve shpesh herë flasim që jemi shoqëri patriarkale, mirë po faktikisht nuk jemi patriarkale, jemi më shumë matriarkale, pasi që për çdo problem, për çdo sfidë, për çdo opinion dhe për çdo informacion, qoftë ai pozitiv apo negativ, neve ja japim fillimisht nënave, motrave, gruas, shoqes apo më thënë kjo është ajo mendësia që duhet ta ndryshojmë neve. Duhet të jemi më këmbëngulës për ndryshimet dhe për reformat në shoqëri, duhet të ngrim zërin për çdo dukuri negative që fatkeqësisht po i lexojmë dhe po i hasim në çdo ditë nëpër lajmet tona në shoqëri. Mesazhi im i vetëm është për të rinë dhe për brezin e ri, është që të jenë më të zëshëm dhe të jenë më kritik ndaj çdo gjëje që mendojnë që është hapas për shoqërinë tonë. Gjentun, të falenderojmë shumë që ishe pjesë e emisionit tim, edhe pse shumë herë kemi diskutuar, kemi biseduar, por ishte ky rasti i parë, e shpresoj se do të kem dhe do ta shfrytëzoj ekspertizën tënde edhe për tema tjera për t'i ndarë në këtë emision. Faleminderit Nora dhe faleminderit ty për këtë ide dhe për këtë emision që realisht mungon për sidomos shqiptarët në Maqedonia Veriut. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të nderuar të shikues, këtu përmbyllim këtë edicion të emisionit ton Bashkimi Evropian dhe ne folëm për gjeneratën Gen Z, apo duke përfshirë, si thamë, gjenerata pak më shumë, pak më gjerë, jo vetëm ata ku përmbyllemi në Gen Z, por brizin e ri, çka presin ata, aktivizmin e tyre, përfshirjen e tyre në aktivitetet të ndryshme dhe mos pasjen e mbështetjes institucionale për të ndjerë të sigurt në vendin e tyre dhe të kontribojnë me të gjitha ato informacionet dhe kapacitetet të cilat i kanë. Ne do t'jemi këtu përsëri javën e ardhshme për të ndarë me ju edhe tema tjera të cilat ndërlidhen me temën tonë Bashkimi Evropian. Shihemi javën e ardhshme.